Jetojmë në demokraci dhe të gjithë kanë të drejtë të dalin në rrugë të protestojnë dhe të shprehnin revoltën e tyre, por sindikatave tashmë ju ka skaduar mandati dhe nuk janë më përfaqësues. Kështu tha Ministri i Ekonomisë dhe Punës Besar Durmishi, duke shtuar se qeveria ka formuar një komision që duhet të përcaktojë përfaqësimin e sindikatave dhe ai komision tashmë është duke punuar. Sapo të përcaktohet se cila sindikate është përfaqësuese, Durmishi tha se do të tharrasë seancën e Këshillit Ekonomik e Social. Nëse sindikatat dhe punëdhënësit bien dakord për ndonjë bazë tjetër dhe për ndonjë metodologji në zgjidhje tjetër ligjore për përcaktimin e pagës minimale, ne si qeveri jemi këtu për t'i ndihmuar dhe plotësuar nevojat e tyre. Durmishi njoftoi se kanë nënshkruar vendimin e qeverisë për harmonizimin ligjor të pagës minimale pa pëlqimin e sindikatave, në mënyrë që të mos shkaktohet bllokimi i pagesës së pagave në vend. Imagjinoni çfarë do të kishte ndodhur po të mos e kisha nënshkruar vendimin, sipas ligjit që është në fuqi dhe i nënshkruar si nga sindikatat ashtu edhe nga punëdhënësit dhe me vendim të qeverisë, jam i detyruar që pagan minimale ta shpall para datës 31 mars. Më pas, paga mesatare dhe pagat e tjera llogariten nga paga minimale. Nëse nuk do të kishim publikuar deri më 31 mars, i gjithë vendi dhe të gjitha institucionet do të ishin bllokuar dhe sektori privat nuk do të mund të llogariste pagat për punonjësit e tij. Këtë deklarata Durmishi i bëri gjatë konferencës së reforma e ligjit për marrëdhëniet e punës, sfidat dhe drejtimet, ku morën pjesë përfaqësues të sindikatave, punëdhënësve, institucioneve dhe ekspertëve të fushës.